si përshkruan këta që shkruajnë Hemali dhe shkrin plumb. Wallahi unë nuk i përshkruaj fare, sepse nuk jam unë që kam të drejtë ta bëj një gjë të tillë. Feja ju nuk ngritet mbi përshkrimet e njerëzve, por mbi argument. Unë vetëm tregoj çka apo si përshkruan Allahu dhe si përshkruan dini Islam apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky veprim është shirk. Parimisht është shirk. Por do t'ju kisha këshillu që mos më ugut çdo kuj me i thonë qafer. Pse? Jo se po i mbroj ata, po du me të mbroj ty nga ngutja dhe hyrja në gjuna. Njet du të me pas kujdes mos më ngut. Me shku me këshillu, a din që zban Hemali me shkru. A din që Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë përmend kjo është shirk. Zban me shkry plumb, zban me i lidh njerëzit me këto gjërat kota që s'ka argument, apo argumentet janë kundër këtyne. Etjere. Pastaj në bazë të asaj që a di apo se di, edhe ngritet dispozita. Po parimisht këto veprime janë shirk. Allahu na ruaj prej tyre.